Ndonjëherë pas një buzëqeshje të ndritshme, fshihet një shpirt që po shuhet ngadalë. Ndonjëherë pas një fotografie të lumtur, qëndron një vajzë që nuk gjen më arsye për të jetuar. Kështu ishte edhe historia Daursa Spahis, 24 vjeçarja nga Gjakova, qëndroi jetën në Tetov. Një vajzë që ëndëronte, që donte jetën, por që ndoshta jeta nuk e deshi atë mjaftueshëm. Ajo u gjete pa jetë. Disa thonë se u vetvra, të tjerët besojnë se e vran. E vërteta as sot nuk dihet, por dhimbja, ajo dihet. Dhe ajo është e thellë, shumë e thellë. Daursa ishte si shumë prej nesh, ere, plot ëndra, plot shpresë, kishte miq, kishte familje, kishte plane për të ardhmen. Askush nuk e mendonte se diçka e errët po i gërjente shpirtin nga brenda. Askush nuk e pa dhimbjen në sytë e saj, sepse ajo e dinte ta fshihte atë më mirë se çdo gjë. Në rrjetet sociale buzëqeshjet e saj ndriçonin, por pas ekranit, ndoshta lotët binin pa zë. Askush nuk pyeti, a je mirë në të vërtet, sepse ne, njerëzit, e shohim pamjen, por rrallë e shohim shpirtin. Dita kur u gjet trupi i saj, Tetova u trondit. Një vajzë e re, një jetë e prerë në mes. Nëpër komente, njerëzit flisnin shumë, disa me keqardhje, të tjerët me paragjykime, por pak ishin ata që ndjen, që kuptuan se ajo histori mund të ishte kujtdo prej nesh. Nëse vërtet ajo e mori vet jetën, çfarë e shtryu atë? Ishte dhimbja? Ishte mungesa e shpresës? Apo ndoshta se ndjenja se askush nuk e kuptonte? Dhe nëse dikush ja mori jetën, pse? Pse një vajzë që nuk i bëri keq askujt duhej të përfundonte kështu? Në të dy rastet një gjë është e qartë. Shoqëria jon po humb të rinjt e saj. Në heshtje, në vetmi, e në dhimbje që askush nuk i sheh. Sa vajza e djem si Daursa ecnin çdo ditë pranë nesh me buzëqeshje të lopra, e sy që kërkojnë ndihmë. Sa mesazhe mbetën pa u dërguar, sa telefona pa u bërë, sa fjalë të pathëna që mund të kishin shpëtuar një jetë. Kjo nuk është thjesht historia e një vajze nga Gjakova. Kjo është historia e një brezi që po mbytet në ankth, në trysni e në heshtje. Në një botë që gjykon por nuk kupton. Në një shoqëri që më shumë komenton se sa dëgjon. Nëse Daursa mund të na dëgjonte sot, ndoshta do të na thoshte: kujdes me fjalët, mos e përbusni dhimbjen e tjetrit, sepse një fjalë e keqe mund të vrasë, por një fjalë e mirë edhe mund të shpëtoj. E në fund mbetet vetëm heshtja. Një nën që pret një vajzë që nuk kthehet më, një dhomë bosh, një ëndër e shuar, një qytet që kujton, por nuk e di të vërtetën. Daursa ndoshta iku shumë herët, por ndoshta iku për të na kujtuar ne të tjerëve që jeta është e brisht, dhe se asnjë dhimbje nuk duhet mbajtur vetëm. Kështu le ta mbajmë mend embrin tënd. Jo vetëm si vajza që u vetvrap apo që e vran, por si vajza që na mësojmë të shohim më thellë, të shohim njeriun pa buzëqeshjes, të shohim shpirtin pas syve, sepse ndoshta shpëtimi i radhës mund të jetë dikush që po dëgjon këtë video dhe po kupton se nde ka shpresë. Mos hesht, fol, kërkon ndihmë, sepse jeta pavarësisht gjithçkaje ja vlen të jetohet. Për ty ëngjëll, për çdo shpirt të ri që iku më shumë shpejt,
Mos harrojmë kur, ne do të kujtojmë gjithmonë.